I jepet një drejtkëndësh dhe 5 rrath në të brëndashkruara si në figurë. 4 rrathët e vegjël janë kongruent. Rrethi i madh është tangent me to dhe me 2 nga brinjët e drejtkëndshit. Njohim rrezet e rrathëve 50 dhe 18. Duhet të njësojmë syprinën e drejtkëndshit. Emërtojmë drejtkëndshin ABCD, qendrën e rrethit të madh dhe të figurës me O, qendra e njërit nga rrathët e vegjël me N, O në vija e qendrave. Pika e tangencës së 2 rrathëve shënohet me T. Kjo pikë ndodhet në ON. Rrezja e rrethit të madh 50 barabartë me OT, rrezja e rrethit të vogël 18 barabartë me TN. Kërkohet syprina e drejtkëndshit ABCD. Segmenti ON barabartë me shumën e 2 rrezeve barabartë me 68. Rrethi N tangent me 2 brinjët e drejtkëndshit. Si rjedhim rrezet NE dhe NF pingule përkatësisht me brinjët AB dhe BC. NE-BF katror me brinjë sa rrezja 18. OK barabartë me rrezen e madhe barabartë me 50. Theksojmë në figurë elementet e njohur. Pika M në rrezin OK e tillë që MNFK drejtkëndësh dhe MK barabartë me 18. Trekëndshi OMN këndrejt. ON hipotenuza barabartë me 68. OMK8 barabartë me 50 minus 18 barabartë me 32. Zbatojmë në të teoremën e Pitagorës dhe kemi MN barabartë me 60. Si pasojë edhe KF barabartë me 60. Kemi njëkohësisht BF barabartë me 18. Brinja AB barabartë me diametrin e rrethit të madh baras me 2 rreze barabartë me 100. Për shkak të simetrisë sipas drejtës OK, BC barabartë me 2BK barabartë me 156. Nga formula për syprinën e drejtkëndshit zvendësojmë dhe syprina dele barabartë me 15600.